Ran, 5 veta janë të më falë që po... Po mirë, a ka posë mësi, Bacacana? Jo, hinë Google Play, Google, edhe shtype, janë staff. Kush? Është Ismet Abdullohu? Ismet Abdullohu, Hasan Zeneli, e të tjerë s'po du hiç mja përmena një vagabundi që e din ai kush është, që i kom dhonë buk. Kush është ai? E i kom botë mira. Je përmene? Jo, s'po du me përmen. Për qef s'po du me përmen. A dim pse? Se ja kom dhonë fjallin që kur amnin tënë s'kom e ta përmen. Për që ta se përmeni. Edhe ai u shit për një vend pune, edhe u shit për një kashat buk, nuk u konë në zërë, se shoqënia e këshin dhonë, edhe sot, edhe flet edhe shkruan kundër meje. Po, këto që i ki më falë, këto që i ki, se unë e kom posë edhe në Fiqegronin i cili ka punu. Ndësha, letë që është për të kalëzoj që tu. S'ka ka bislimi, unë e mordë dhe në kom besku që vje bislimi sonë të këtu. Je tash se dolni tek bislimi tash, më falë, veç edhe që të pytje ka. A ka mundësi me posë, dhe me thonë, udba me lëshu edhe materiale kompromituse për ishte burguesurit politik? Jo. Një rast e kena posë në këtu, kur në Fiqegroni thotë është material kompromitus për Albin Kurtin. A ka posë mundësi me konë material kompromitus? Veç ka dole, ato mundësi janë. Por, te unë ato mundësi nuk mujnë me depërtu. Qka ki sonte? Adim pse? Sonte për të kaldoj, sonte Bislim Zogaj ka thonë, në deklaratën e ti. Unë prap po i bëj thirrje. Ka thonë që nuk ekziston emri aty në Haitit që ka thonë çdo. Po. Na gjykim. Po, ai ka thonë. Po e vërtetë. Po ai ka rajt. Pse ka rajt? Është ka zero. Ja, po ka rajt se ai nuk ka pas nevojë mi bë avokatur në Haitit. Po pse ka rajt? A ki fakte ku ka rajt? Burr se mos ta vërdoj një. Unë mos më pas fakte nuk vi këtu. Hajde ku? Po anë në rregull, mos më vërtet më veç bëli pi fakte. Po jo, po më nervoz. Unë para praktikisht kur erdha këtu thash kam fakte, ti tha, "Okej." Apo? Po. Edhe tash ti pe i kërkon fakte, të po them pritu pak më sugut. Unë kam punë me Bislimin. Unë nuk e di ai ka thonë Haitja si ka thonë. Unë në Hasanit nuk e dhonë për 7 miliardë. Unë s'kam 300 euro në konto, po nuk e japi. As në Haitin, e as Bislimin, e as... E qka shtyni ti me dollë me full bashkë që të ku për ta? Më shtyti se ondër më qaj Zahiri pe gjumi, ma dha një zollë në gjyrë të njërë nikli. Edhe thamë shaj. Kojna thamë shaj, tha armikut. Thash, more, u kry lufta. Hej, e keni lanë, tha luftën. Kush s'pëm përmen. Shkova. Edhe shkoj, është e vërtet. Po, na pe përmenëm. Edhe na iti e përmen. Aje e përmen, edhe tonë e përmenin. Por, do të me dalë para një aktit krym na iti edhe Hasani edhe aj tjetër edhe kë. Qysh po unë po jepi sëqarim për Danica Marinkovicin, pse zvjena i me dhonë sëqarim këtu para neve? Bislim Zugën e kemi kontaktu edhe ka thonë, edhe është e vërtet që është në spital e ka operu gjumin. është shumë e vërtet. Ja. A e thirëmi live? Thërë? Që ta thirëmi, vi që sholla e hopë. Bislimi më ka thonë që është në spital. Nuk i besoj. E ka hu besimin. A që po thojmë nuk e besoj, të aki, që ka hu besimin burë ti me to ke luftu? A me qësi njerës pas ke luftua? Po s'kom luftu më me to. Po të apëthoj e kom pos bash luftar. Po sigurisht që po. E qysht është? Që onë pëthiri për njerën. Jemi live në emision. Nëse e hop, që kemi bo? Nëse se qilë, që e Bislim Zugaj. Që e burë live-in atë e thirë, nuk o transport. O, nuk e qela i telefonin se s'munët me dollë, mu ballafarcu me... Se qilë s'kim qa me bo burë. Mu më ka thonë njeri që është spital. është e vërtet, më ka që u dhe fëtë s'kim drejt bi publiku, mu i më t'i ka të zukë privat. Mirë, pas ka argumentu, heqë më se mëtë. Në regull, po i besojmë. Po i besojmë. A i tha, pa u parlemru me Skype se kësha lanë, tha po jam shtrinjë të burë. Le, mëse ngëtë. Mu mas pari po më vjen kesh që a i ka në spital edhe bën vakiqi që ta shpësit të kryje emisionin, ka më shku në se vështë se di ku a me vizituse. Bacacan, a i taku në erë me Bislimin? Sa i përmen një moment fundit të stacioni autobuza, ti thu që e konë, a e konë me tëtë me Zahirin që atë kërë se konë? Asë njëherë, edhe kërë taku me Naitin, jem konë atë prezent. Edhe pse Naiti nuk e din. Edhe kërë taku herën e dytë me Naitin, i kom thonë mësë ma berë,
në Gjigji kafeteri, po shtinë Lorik. Në të demanton në ajiti, le të thëtë, si më konë në kafe Lorik, në katën e dytë, me njëherë mas 30-40 dhe me Zahirin, unë është flasë mo. A i mundet me thonë, po le të bëhat real, le të regonë. E vërtet, po me Bislimin, momentin e fundit. Edhe Bislimi. Unë e poshtë deklaratën e ti. Unë jeva shumë i shgënymë a deklaratë. Pse? Se s'bën me afut këtë. Pa e kona ditë anë Po takim. qysh nuk jem konë, po ku e din Bislimi që unë s'jem konë? Pa në mirë nëse e Unë kona. për ashtroj një pyetje Bislimit, ku e din Bislimi që unë nuk kam qenë? A bën me ta bone një pyetje, që unë shpo bën. Po, Ai me sa e kuptova unë Bislimin dhe me sa e kuptova këtë çështje ai tha kështu. po, Tha, okej, pe pranoj që e konë Hasan Zenilaj. po, Mirë po Hasan Zenilaj, po, dhe me thonë, nëse ka qenë me Zahir Pajazitin, që shmujti me shkua shpejt në Ballabam, e Zahiri shkojnë në vështëri, robë vështëri, vdeq atë ditë. se nga. Ha, Bislimi nuk o arrestu me do të në 31. Bislimi është arrestu që janë arrestu të tjerë. Unë jam arrestu me do të 27 prill, po mu më shkruan letra me 30 prill. Apo kupton? Sepse 3 edhe 4 ditë të fazës torturave, ata nuk i derisa ti del para gjykatësit hetues, nuk llogaritet që i arrestu. a Bislimi s'është arrestuar ditë që ka thonë? A që shtu tha? Nëse jenë konë 2 bislima, unë i kërkoj falje. Nëse jenë konë 2 bislima, nëse bislimi ka taku edhe njëherë me datën që pe përmenë kë. Me 28 janar, Të stacioni autobusit. te stacioni autobusave në peronin numër 12 kanë bisedu. Unë jem konë peronin numër 11. Bislim Zogaj nuk ka nevoj, kërkojt me oba, edhe nuk ka nevoj me rajt. Se që shtu pe hup tani, pe hup besimin. A është arrestuar ditë Bislimi? Qatë njëjtën dit, Po. njëjtën dit, Bislimi thot se na nuk e dim. Ti tho ju marrët. Ti tho nuk arrestu çat ditë, çtu tho marrët. Me 30 Po. po s'o arrestu pra, se arrestu ditet për para. Me 28 janar u konë takimi Bislim Zahir. Nëse u konë një tjetër njeri, unë e kuptoj që u konë Ja, Bislimi. ai çashtu thot, Basacan. Timi të qartë se mos i dolmi, domethënë ti dolmi në të vërtetën besimi që ka thonë mos ja demantojmë deklaratën. Ai thot, Pse mos pasi me jem takuar me Zahir Pajazitin, që siç pretendon, ka qenë dhe Hasan Zenilaj, Po. nga stacioni autobusave kum dal, Qartë. edhe mu ka fluk një grua, më ka këshyr për para, Po, unë kum dal po. ka desh më shkel kerri. S'm ka shkel kerri komik, ma vonë më kanë zonë, më kanë rre, edhe më kanë çu burg. Po, Mas 2-3 ditë kom një që ka vdek Zahir Pajaziti. është deklaratë e besueshme që këtë që ka thot teri që tu.